U organizua në Pallatin e Sportit Qazim Dervishit të Shkodrës finalja e Kupës Hasan Riza Pasha me pjesëmarrjen e 6 ekipeve të basketbollit. Një aktivitet ky i kthyer në traditë që synon nxitjen për pjesëmarrje të rinjve, por në të njëjtën kohë edhe në evidentimin e talenteve të reja. Pedagogu Ermal Milla, i cili është marrë gjatë gjithë vitit me përgatitjen e të rinjve dhe në të njëjtën kohë në rolin e organizatorit, e vlerëson këtë aktivitet si një mundësi e mirë që edhe ekipi i parë i vllaznisë të spikas këto talente për t'i patur në gjirin e vet. Në të njëjtën linjë është edhe trajneri i vllaznisë në basketbol Bledar Gjeçaj, i cili ndoqi nga afër këtë organizim. Që janë ditë pushimit, edhe është e mirë që nxënësit lojtarët të aktivizohen, të marrin pjesë edhe të japin më të mirën në fushën e lojës. Konkurenca është zhvilluar goxha e fortë. Mund të them se janë zhvilluar ndeshje me shumë rivalitet dhe shpresojmë sot ta përfundojmë me sukses. Besoj se kjo është një seleksionim i mirë për furnizimin e ekipeve zinxhir të ekipit vllaznia. Duke zhvilluar shumë aktivitete të tilla, ndoshta popularizohet edhe më shumë sepse i ndjekin shokët e tyre dhe kanë dëshirë pastaj për me vazhdu si sport, por më kryesore është evidentohen edhe talentet. Masin forcët e tyre, ekipit qytetit, ka shumë praktikanta dhe është gjë e mirë. Unë kam theksuar edhe herë tjera që ardhmja e basketbollit shkodran është mjaft e mirë. Pas 4 ndeshjeve të luajtura në këtë finale, ekipi i Vllaznia B u shpall fitues i kupës pasi mundi me rezultatin 32-25 HRP Basket. Ndërkohë në vendin e dytë u rendit Vllaznia A dhe në të tretin Shkodra Basket. Lojtari më i mirë i këtij kompeticioni u shpall Edison Rashketa i Shkodra Basket.